Fjala jote hyrë se në rastet e tilla është pak më emocionale, pra praktika të zakonshme të drejtësisë. Cila është kërkesa juaj? Pra ju kërkuat zoti Koçi që burgimi të jetë i përjetshëm edhe për këta persona të cilët janë të akuzuar tani, të cilët kanë arritur të kapen. Unë sot kom kërku ato që ka parashe ligji, kom kërku drejt burgim përjetshëm për persona që janë të përfshirë në akte terroriste dhe që vërtetohet fajësia. Avokati njerit prej të akuzuarve tha ndoshta është mirë me u përmbajt, për shkak se ende nuk ka përfundu gjykimi. Une nuk deshta me reagu aty me njëherë, po tash po i tham se leta lut gruan dhe fëmijët e Afrim Bunjakut me u përmbajt. Natyrisht fjala hyrëse ime ka qenë shumë emocionale, se dhe unë jom prek shumë. Afrimi tash na mundë mi thurë e lozhe, po a i ka vdek për gjithë neve. Edhe besoj që ajo që ka duhet me përfundu në fond, është një dënim me burgim përjetshëm. Unë sot e luta dhe gjykatën, jemi shtet serios, edhe luta që të akuzuarve dhe avokatëve të akuzuarve t'ja japin gjitha drejta që i ka para pa kodi, manje në kuadër të ligjit, edhe të diskriminohen pozitisht, se njëra pi avokatëve kërkoj tavolin, nuk i kishte kushtet si pasaj të duhura. Unë i thash, unë jam në gjendje tavolinën time me dhonë, veç ju lutem mundësoja në gjitha kushtet, por në fond dënimi do t'jetë kapital. E bët këtë për shkak që të themi në fund procesit, të shmangën ato akuzat, po të dënohen se janë... Po, na si shtetë serios duhet me siguru gjithat, por sot ju e pat prej prokurorisë si gjdo prov e kishte një tregim vete. Kishte aqë shumë prova, gjdo fotografi është sanimi fjallë. I pam këta njërin prej tre të akuzuarve, e pam me tesha ushtarake. I pam do fotografia në Kopaonik pas stërvitjeve 5-6 bura ishin shtri, i kishin fotografu. Prova ka të shumëta. Jom provat e dronit të policisë, që policia në ka kry një punë fantastike. Inteligenca e policisë, agencioni jonë i inteligencës kanë qenë nivel detyrës, kanë qenë nivel botëror të punës vetë. Ka pastaj gjerimet ju e keni pa, ajo gjerimi i famshëm ku shifet rajnë shiqe. Ka të... A ka një shpjegim, e kanë ka policia gjerim, e kanë bërë policia jona, apo jo? Unë në këtë fazë nuk ishta deklaru fare, unë e di kush e ka, po nuk është e imja tash me bo publike, këto është me rëndësi që ka dalë, edhe që është në dur të organeve tona të sigurisë, është autentike, pra nuk është e rejshme, se ka kontestu askosh. A prova ka, men ka prova dhe të kamerave, kam bo ushtrime, ka prova dhe të kamerave që kanë qenë vendosën aty në shkollë, për shembull është një provë është edhe e shkollës, provat janë të bollshme, tash krejt që ka na duhet është me marrë me seriozitet këtë gjykim, gjithë ne, mja o mundësu gjitha kushtet edhe gjitha drejta të akuzuarve, edhe në fond me përfundu ashtu si duhet që është.